banorët të komunës së Likovës, së bashku me përfaqësuesit e sektorit të urbanizmit, dulëm për të vizituar, për të inspektuar punimet të cilët i kemi filluar sot, edhe atë për vendosjen e rrethojës këtu te Penda e Likovës, ku ka qenë një kërkesë e kahmoqme e banorëve të komunës tonë për të siguruar njerëzit, banorët, qytetarët në një qarkullim të lirë dhe të sigurt. Andaj nga sot fillojmë këtu nga muri i Pendës së Likovës në drejtim të restorantit Panorama, edhe pastaj vazhdojmë deri te ura e Agjiramës. Njëkohësisht dua të ju informoj se do të vendosen edhe shenjat e komunikacionit prej te varrezat e fshatit Likovë deri në drejtim të restorant Freskies, si dhe vizat apo vijat të cilët do të jenë orientuese. Andaj mundohemi bashkarisht që të kemi një komunikacion, një lëvizje të sigurt për banorët e komunës tonë dhe për të gjithë banorët e tjerë të cilët vinë të vizitojnë Pendën e Likovës dhe Pendën e Glazhnjës.